Turpi është një nga cilësitë më të mira të robit, është nga moralet, është një moral i mirë. Kush ka turp, ruan gojën me fjalë të këqija, e ruan dorën, nuk bën keq, e ruan veten, nuk bie në imoralitet. Pra turpi bën që njeriu të qëndrojë larg paturpsive dhe prave të shëmtuara. Është ajo veti e mirë që e nxit njeriu për mirë. Nëse njeriu t'i mungon turpi, atëherë ai bie në mëkate. Atëherë ai prishet, e lëshon gojën, e lëshon dorën dhe bën keq. Prandaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam turpin e ka konsideruar pjesë të imanit. Da'hu fa innal haya'a min al-iman. Njëri po e këshillonte një tjetër, po i thoshte ty të vjen turp, pra nuk duhet të kesh turp. Po i thoshte njëri po e këshillonte tjetrin. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam Da'hu fa innal haya'a min al-iman. I tha lëre, sepse turpi është pjesë e imanit. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë el-imanu bid'un wa sab'una shu'bah, afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq wal haya'u shu'batun min shu'abi al-iman. Ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam imani është 70 ca deg, 70 ca pjesë. Më e mira e pjesëve të imanit është fjala la ilaha illallah, që është themeli i fesë islame. Ky është kuptimi i hadithit. Dhe pjesa më e ulët është heqja e pengesave, e papastërtive nga rruga. Edhe turpi është një pjesë e imanit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka theksuar se imani dhe turpi janë bashkë. Nëse njëri mungon edhe tjetri. Në kuptimin që njeriu s'mund të jetë besimtar i mirë dhe i plot, s'mund të ketë iman të plot nëse nuk ka turp. Sipas një hadithi profeti sallallahu alaihi wasallam turpin e kanë konsideruar të gjithë të mirë. Ka thënë el haya'u khairun kullu. Turpi është i gjithi mirësi. Dhe nëse njeriu nuk e ka këtë moral, se nuk është i turpshëm, atëherë ikën mirësia. Atëherë zot jetë njeri i mirë me fjalë. S'ka mundësi të jetë njeri i mirë njëri që s'ka turp. Njëri që ka pa turp, s'ka mundësi të jetë njeri i mirë. Ajo vetë se njeri i keq, sipas hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam, se ikën mirësia. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi't. Ndër fjalët që njerëzit i kanë transmetuar kuptohet brez pas brezi. Nga profetësia e hershme, pra nga profetët e hershme. Nga profetët e hershëm, nëse nuk ke turp, bëj ç'të duash. Ky hadith nuk merret si njoftim, po edhe si paralajmërim. Si njoftim, nëse njeriu s'ka turp, mund të bëj gjithçka. Mund të bëj gjitha të këqijat, se turpi e frenon njeriu nga veprat e shëmtuara, nga paturpsia. Nëse s'ka turp, atëherë lëshohet dhe i bën të këqijat. Shikoni femra, meshkuj, djem, vajza që s'kan turp, e zbulojnë veten në rrjetet sociale. Madje bëjnë punë të këqija, të pista, zbulohen dhe bëjnë edhe akte të këqija nëpër emisionet live. Deri në këtë pikë ka arritur paturpsia. E lëshojnë gojën, flasin femrat, rrugët, nëpër shkolla, nëpër klasa, nëpër ambiente, me një fjalor të pistë, që tregon se nuk kanë turp. Ka njerëz që i bëjnë punët e këqija pa problem, tregon se nuk kanë turp. Kishin turp. Dhe ky sistem që favorizon degenerimin, shturjen, imoralitetin, pislukun, bën që njerëzit mos kenë turp. Pra ky moral mund të kultivohet. Turpi është i lindur, por edhe mund të kultivohet. Ka njerëz që është i turpshëm në karakter, domethënë ka lindur kështu. Por edhe mund të kultivohet morali. Ky moral mund të kultivohet. Prandaj vrem që në shoqëri që ka moral, ka turp, ruhen më shumë nga veçtë e këqija, nga veprat e shëmtuara. Por nëse nuk kanë turp apo një shumicë nuk ka turp, përhapen veçtet dhe punët e këqija. Pra mund të merret hadithi si njoftim. Nëse nuk ke turp, bën ç'të duash. Pra njeriu lëshohet dhe i bën të këqija. Edhe si paralajmërim. Nëse s'ke turp, atëherë bëj ç'të duash,
por ke përgjegjësi para Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj Ibn Qayyim Allahu më shoft ka thënë el-haya'u maddatul hayati wa dhunub tudhhibu el-haya'. Turpi është lënda e jetës shpirtërore të njeriu. Dhe nëse njeriu bën gjunahe, atëherë i ikën turpi, zhvishet nga ky moral. E nëse do të mungojë ky moral, atëherë lëshohet pas veprave të këqija. Allahu na ruaj. Allahu shpëlbeft mira, alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu